shumë dhe për Donika Gërvallën. Mendoni që dhe Donika Gërvalla njëjtë e ka të njëjtën impakt në shtetje. Nëse mundemi me përmend një tri Jo, ajo e ka mazi. Faktikisht e ka shumë mazi. Sinqerisht po të them Gonxhe. Ajo e ka prish këtë marrëdhënie ndërkombëtare. Me krejt ndërkombëtar. Imagjino, është vetmja qeveri këto 26 vite pas luftës që nuk ka pas kontrat me një kompani lobuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës për 4 vite. Përkundrazi ka me 2 persona privat, të cilëve ju ka dhënë ka 50-60.000 euro, çfarë bojnë 2 persona në tonat Amerikë me 350 milion banor të lobu për Kosovën. Do me thonë kjo është Donika Gërvalla, ndërkaq Donika Gërvalla kujtohet me me mshu njerëzve që e dojnë e kontribojnë për Kosovën mas shumë të mundshme, që hapin vendet punës mira sosh. Ajo është në gjendje me umshu, ndërkaq me punë të jashtme, kur shkon në Amerikë takohet me taksista. Edhe vjen neve, me pare tona takohet me taksista, vjen neve na thot, ju tregoj me kënd jam taku, po nuk na tregon.